Bujar Leskaj mbajti një fjalë në Kuvendin e Shqipërisë për përmbytjet në qytetin e Vlorës dhe në njësinë administrative. Pas daljes së lumit Vjos nga shtrati, Leskaj veçoi si problematik për përmbytjet mungesën e investimeve, si dhe mos funksionimin e hidrovorit të madh të qytetit. Vlora në fakt është pasqyra e çfarë ndodh me gjitha qytetet e Shqipërisë. Situata e përmbytjeve dëshmoi se rrjeti i kanalizimeve është i vjetruar, jo i mirëmbajtur dhe në shumë zona i bllokuar prej vitesh. Investimet me miliona euro në fakt janë abuzime me miliona euro. Janë kryer pa standarde të mirëfillta, pa studime të mirëfillta, pa kontroll teknik. Shembulli më flagrant është hidrovori i Vlorës, i cili nga 4 pompa, në cilat 2 me fuqi të mëdha dhe 2 të vogla, vetëm këto 2 me fuqi të vogla punojnë, por edhe këto bllokohen çdo 5 minuta nga mbeturina dhe për shkak të mungesës së këtyre pompave, lagjet të tëra të Vlorës nga uji i ftohtë deri në skel dhe deri tek lagja Pusi Mezinit, në Nart dhe Gjetk, në zonat periferike, përmbytjen në çdo rreshje dhe përmbytjen në çdo kohë. Duke u ndalur gjerësisht tek mungesa e investimeve, deputeti Leskaj thotë se këto janë investime që nuk shoqërohen me një analizë teknike. Në 25 gusht u dhanë 38 milion lek për mirëmbajtjen e hidrovorit. Është deklaruar që janë planifikuar 3 miliard lek investime për sistemin kullues. Po ku kanë shkuar këto lek? Këto janë tenderime që përgjithsisht, qoftë tenderimet për kanalizimet, 2,33 milion euro, qoftë 1,54 milion euro për hidrovorin, nuk shoqërohen me asnjë analizë teknike të mirëfillt, asnjë plan funksional dhe asnjë studim që të tregojë se si do të zgjidhen problemet që prej vitesh po fundosin qytetin. Përkundrazi këto futen në të njëjtën spirale, argjime parash pa kriter, pa eficiencë, pa efikasitet dhe pa ekonomicitet, për mos thënë atë tjetrën që në fakt janë argjime korruptive. Dhe çdo vit qytetarët shohin të njëjtën histori. Përmbytjet të tetorit të vitit 2024 dhe të nëntorit të këtij viti, sipas deputetit Leskaj, janë pasojë e neglizhencës. Deputeti Vlorës u ndal edhe tek përmbytjet e fundit në Novosel nga lumi Vjos, duke theksuar se blegtorët dhe bujqit nuk janë ndihmuar dhe se institucionet, me sa duket, nuk kanë në plan dëshpërblimin e tyre. Edhe pas këtyre përmbytjeve të fundit, kemi një proces që në fakt nuk kujdeset për rehabilitimin e pasurisë bujqësore dhe blegtorale të dëmtuar rënd të qindra fermerëve. Pra, nuk ka masa post factum, mjaftohet me ato faktin dhe medalje në televizor ditën që ndodh përmbytja, për mëtej nuk ka dhe ndihma në veçanti për këta fermerë dhe bujqit